një kujtesë. Ta na kanë fillu njerëzit me morë gur për këtu. Ky është emisioni që zbërthen heshtjen e shekujve, që rikthen zërat e lashtësisë. Është një kalo, po është e vjetër shumë. Sa do është, çfarë mure po, nuk di. Në gjurmë të lashtësisë. Sepse historia Nuk është vetëm e shkuara. është identiteti. Gjyteti i Rashanit, dëshmi, histori dhe harres. Në male të ashpra, ku horizonti hapet mbi një nga zonat më të pasura minerare të Kosovës, madje edhe të Ballkanit, dikur ngrihej një roje heshtur, gjyteti i Rashanit. Jo thjesht një kala, por një sy vigjilent mbi pasuritë nën tokës, një pararoj që vëzhgonte dhe mbronte minjerat e Trepçës, zemrën ekonomike të kësaj treve ndërshekuj. Nga kjo lartësi dominuese, çdo lëvizje mund të vrehej, çdo rrezik mund të parandalohej, dhe ndoshta pikërisht për këtë arsye, kjo kala nuk ishte ndërtuar rastësisht. Ishte pjesë e një rjeti fortifikatash që mbronin jo vetëm tokën, por edhe pasurinë që ajo fshihte brenda saj. Sot, nga kjo madhështi, kanë mbetur vetëm gur dhe rrëfime. Por nëse i dëgjon me kujdes, ato ende tregojnë historinë e një vendi që dikur ruante një nga thesarët më të mëdha të kohës. Banorët e quajnë gjyteti i Rashanit, me shkronjën G, siç e kanë trashëguar brez pas brezi, një emër që nuk është vetëm fjalë, por identitet. Banori i fshatit, Gjevat Rodhani, rrëfen se çfarë kanë trashëguar nga të parët për këtë vend. Gjyteti, sipas gojdhanave, ekziston për shekullt 4, shekullt 5, me emrin shqip. Përpara gjytetet janë quajt gjytet, domethënë kanë thonë qytet. Si vend banim. Si vend banim, sipas gojdhanave tona që i kemi, pesh 600 vjetë e kënenaj, pesh 4 që i kanë përcjell, gjithmonë e kanë quajtur gjyteti i Rashanit. Mes gurëve të rëndë dhe mureve që i kanë rezistuar shekujve, çdo hap të jep ndjesinë se po ecën mbi histori. Rodhani përshkruan ndërtimin dhe misteret që fshihen nën këtë kala. Rrethin e kalas, që është me mur rreth, i ndërtuar me një llaç që thëshin plesht, një llaç horoston. Për çfarë materiali është ndërtuar ai llaç, nuk mund e dim. Po është shumë vështirë për ta lëkun një guri nga muri. Është i rrethuar me mbrojtësit anenaj, me stikamet jenë poshtë, është tuneli nën toksor, që është sigurisht ja ka qenë për tërheqje, në rast në lufte, ose kanë marrë ujë aty poshtë një lumë prock është e vogël poshtë, i ka frangjiet tuneli pranë anësore. Por ajo që nuk e rrëzoi koha, e dëmtoi harresa. Po është kartruar nga tërmetet, shirat, njerëzit, ka pak të gjytë gurë, kanë pas një knatësi me po kështu. Po ka qenë përpara, kur e moj menë që jëmë qenë fëmijë, ka qenë shumë i ndërtuar. E tash... Që shu kanë i ndërtuar? Me mure. Muret i kanë qenë, që këtu është poshtë, që ku është muri. Që është muri, po shkatërua. Në një tjetër këndvështrim, historia merr formë më të qartë, më të argumentuar, por jo më pak shqetësuese. Mësimdhënësi 76 vjeçar Hasan Kërleshi e përshkruan rëndësinë e kësaj kalaje.
Qyteti i Rashanit ka qenë një kështjellë mbrojtëse e Trepqes. Pozita e tij e rëndësishme këtu përpara nesh bën që të jetë i papushtueshëm nga pushtuesit e ndryshëm. E rrethuar nga ujëra dhe male, kalaja e gjytetit në Rashan nuk ishte zgjedhur rastësisht. Gjithë toponomia e këtij vendi është në gjuhën shqipe, duke filluar prej gjytetit, pastaj kodra e gjytetit, kroni i gjytetit, gjugu i gjytetit, shpati i gjytetit, mali i gjytetit, të gjitha këto janë toponime në gjuhën shqipe. Kur datojnë këto? Datojnë qysh prej kohëve të Ilerëve e deri me sot. A ka gjurmë të asaj historie? Ka këtu gjurmë të keramikave të ndryshme, të tjegullave, të tullave që kanë gjetë njerëzit, pastaj kanë gjetë një urnë e cila sot është në muzeun arkeologjik të qytetin e Mitrovicës. Gjurmët janë aty, në gur, në tokë, në emra, por shpesh ato mbeten pa u dëgjuar. Është dhume e mretit, po është kanë shkatruar shumë njerëzit, tu gjugur, tu hudhe, tu lyp, më ndo që ka nëj ari, nëj diqka. Edhe e kanë shkatruar, kanë ngryur shumë. Për shembull, atje majt gjytetit ka qenë një pus ose bunar që ka shërbyer si rezervuar për furnizim me ujë të banorëve të këtyre. Pastaj legjenda thotë se gjendet një vek ose avdement që thuhet ndryshe i punuar prej ari, jo gjenden 2 ambar me mel, është një lloj drithi i cili shërben për ushqim, e kështu legjenda të ndryshme. Do me thënë ka pas aty gjurmë që kanë besuar në këto legjenda? Sigurisht diçka. Tash si pas legjenda po tregojmë me ne. Mes legjendës dhe historisë, gjyteti i Rashanit vazhdon të qëndrojë në një kufi të paqartë, ndërsa për historianët ajo është shumë më tepër se një rrëfim. Profesor Dr. Yahya Drançolli, historian dhe hulumtues shkencore dhe në fushën e arkeologjisë dhe të shkencave ndihmëse të historisë, në kohën sa drejtonte Institutin Arkeologjik të Kosovës më njëherë pas themelimit të tij, kishte kërkuar hulumtime dhe tregon rëndësinë e kalas së Rashanit. Fatkeqësisht ka mbet pothuajse e neglizhuar. Edhe tani ju po i riktheni një monument shumë të rëndësishëm periudhës së hershme mesjetare dhe antikitetit të vonë. Një raritet për historinë dhe arkeologjinë e Kosovës. Për ndryshe, pak kemi fortifikata që në një farë mënyrë kanë betë ende në tokë. Kjo është njëna prej ndoshta 20 fortifikatave ose kalave. Një histori e rëndësishme, por e lënë e heshtje. Kjo zonë në rajonin e Trepqes në Mitrovic konsiderohet se ka pasur rol strategjik për minjerat e Trepqes dhe rrugët tregtare të kohës. Ka një pozitë të rëndësishme gjeostrategjike, edhe lartësia e saj dominon në atë hapësirë, diku 851 metra lartësi, siç është matur në vitet 70. Ndoshta matjet s'kan qenë të rregullta, ne mund të eksakte, të sakta, ne mund të themi, ne mund të insistojmë që të bëhen matje të reja, me teknologjinë e re, metrologjike të matjeve. Edhe roli i fortifikatës që në start ka qenë ruajtja e rive të mëdha që zotronte kjo
treva e Kopaunikut. Do më thonë, është një ndër fortifikata dominante të trevës Kopaunikut, që kishte për qëllim destinim ruajtjen e minjerës së Trepçës, Stan Tërgut, edhe minjerave ndërsa në origjinë, sipas gjitha gjasave, në antikitet ka qenë, si të thuash, pararoj e municipiumit Dardan, ose DD, si e quajnë, Dardanorum, që është diku sot në pjesën veriore të Mitrovicës. Nuk ka shumë kërkime që tregojnë histori të kohës në këtë zonë. Dokumente të vjetra që ruhen edhe në literaturën e vjetër që me plot të drejtë kërkoni shpjegime, ipet vetëm një skic edhe një hartë shoqëruese për situatën si është në zonën e kësaj fortifikate. Është një formë tetëse të fortifikatës, e ka formën e numrit 8, edhe ajo aty ka edhe njoftime që vetëm nga pjesa veriore, diku edhe perëndimore, veri perëndimore, mbrojtët nga natyra. Ju keni qenë atje, më keni treguar që e keni pa terrenin, edhe ajo pjesë ballore i përgjigjet mbrojtjes natyrore, ndërsa pjesa tjetër, do të thonë jugore, edhe juglindore, ka qasje. Është si fortifikat më e njohur mesjetare, sesa e antikitetit që e tham në fillim, që e ka luajt rolin për mbrojtjen e minjerave të kompleksit të Kopaunikut. Një kompleks ndër komplekset më të njohura në Evropën juglindore me minerare. Ne dim që edhe sot Trepça edhe Stan Tërgu, zona e Mitrovicës, për çka edhe politika ditore në një farë mënyrë interesohet që të dominon me këtë zonë. Edhe sot, ky lokalitet do të mund të kontribuonte në kuptimin më të gjerë të historisë së Trepçës dhe zhvillimit ekonomik edhe të rajonit. Mund të konsiderohet me plot gojën, po duhet investime, duhet të bëhet konservimi atyre mbetjeve. Ju e dini edhe keni qenë ku murët janë deri 2-3 metra në lartësi, po e trashësia e tyre është kogja e madhe, kështu që ka potencial të rëndësishëm të konservohet, edhe me rastin e konservimit ne mund të kemi një pamje ma të mirë. Për shembull, është një banak aty shumë interesant në skaj, në pjesën veri perëndimore, aty në atë terrenin e rrëpishëm, aty është një, si të themi, kulla kryesore, ashtu e kanë detektuar arkitektët e Beogradit, banaku, edhe ne duhet të ndërhyjmë përsëri, të shohim fatin e asaj kulle, shohim me teknologjinë e re kimike se çfarë lartësie ka ajo, edhe normal me konservimin mund të kemi sa ma tepër qasje, sa ma afër, për së afërmi qasje
zonën e Trepçës, mineraleve. Më thonë, kjo është një pyetje shumë interesante që mund t'i sensibilizon edhe institucionet tona, të cilat fatkeqësisht po merren me politikë më tepër, kulturën e kanë lënë shumë në pares. Kalaja e Rashanit dikur mbronte pasuritë më të mëdha të kësaj toke. Sot mezi mbron vetveten. Por çfarë kuptimi e dimensionit do t'i jepte diplomacia kulturore për shkak të ndjeshmërisë që ka Mitrovica? Është Trepça aty që mund t'i sensibilizon turistët e botës, po duhet një procedurë sikurse që veprohet në gjithë botën, të veprohet edhe te ne. Do të thonë të niset nga komuna, po ne kemi të lashë tani komuna veriore, Mitrovica veriore, Mitrovica jugore, e tjera. E tani le të mbet kjo në kompetencat e politikës. Kompetencat e politikës, normal, politikës kulturore, ose si kishim me qujt ma but diplomacisë kulturore. Kjo diplomaci nëse vepron si duhet, si veprohet kudo në botë, edhe në vende ku po shohim për çdo ditë zjarr, diplomacia kulturore vepron, dhe më thonë ruhen monumentet e kultit, ruhen monumentet sikurse që është edhe Rashani, dhe më thonë qyteti, ose qyteti i Trepçës, e quajnë edhe dikush edhe si qyteti i Trepçës, për arsye se radhë pare ka rujt qytetin e Trepçës, edhe ma mërmendja duhet ky emision të jetë edhe një apel që institucionet, pa marrë parasysh cilat janë në aspektin politik, të merren me këtë problem. Dhe ndoshta pikërisht këtu qëndron e ardhmja e këtij vendi, jo vetëm në të kaluarën e tij. Profesor Drançolli përcjell një porosi edhe për banorët që jetojnë në atë rrethin. Do them që ata bashkëqytetarët atje që jetojnë, që janë njerëz shumë të ndershëm, të dinë që kemi të bëjmë me një fortifikat që ka një histori shumë të gjatë, spaku nga antikiteti. Kur kanë nisur të shfrytëzohen këto minjera, kjo fortifikat është aktivizuar. Për shkak të pozitës gjeografike, gjatë luftës në Kosovë, kjo kala ka shërbyer edhe për strehimin e banorëve, të cilët janë ndjerë në rrezik në 99-ën. Ka pasur banorë këtë pjesë ku jemi ne sot, që janë larguar prej shtëpive dhe kanë ardhur një vendos këtu. Ka qëndruar disa ditë apo javë, që kanë zhvilluar jetën në për tenda, në për që shkanë mujtë. Rruga drejt qytetit të Rashanit është vështirë. E po të rrugën si është. 26 vjetë mbas lufte, i vetmi fshat në Shol, në Bajgurës, është Rashani që nuk ka asfalt. Për hak kësaj kështilli kaleje, që është me emër Shqip, është dashur ministria me marrë një veprim, me finansua këtë vend, me bënë një kulturë këtu, me di çfarë kulturë ka pas populli shqiptar i lirë, Dardan. Se edhe mos me zhduk pasurinë tonë. Se kjo është pasuri. Shkova me vizitua tunelin nën Toksor. A ka rrugë që shkohet te tuneli nën Toksor? Po mundu me shkue, po pak me vështirësi. Jo tash vështirësi madhe, po mundu me shkue dhe me vizitua. Mundu me vizitua dhe murin rrethojën rreth që është. Murin e vizituam, por tunelin ishte e pamundur ta gjenim për shkak të terrenit shumë të vështirë. Bashkë me profesorin Hasan, ishim në kërkim të tunelit të kalasë së qytetit, po është e pamundur sepse është terreni shumë i vështirë, ka shumë shkure, ka shumë tera. Është një mal i
me i thepisur, edhe është vështirë me mri hyrjen e tunelit të kalasë qytetit, e cila duket të ketë një sipërfaqe bukur më të madhe se sa që mendohet, ndoshta pak më shumë se 1 km², edhe nuk mund të gjendet në këtë terren. Është terren shumë i papërshtatshëm, prandaj është shumë vështirë të vim në gjurmë të tij pa u pastruar këto shkure. E megjithatë, edhe në këtë gjendje, gjyteti vazhdon të jetoj, në kujtesë, në rrëfime, në përpjekje të vogla njerëzore për ta mbajtur gjallë. Këtu vinë njerëzit, po ato karrika i ndërtova ato, një tavolinë thashë për hak shajnë me pas njerëz ku të ulen të asishin, me që kisha bon një apel që mos të humbin betorina. Po. Se unë me djale kemi pastru këtë rreth. I kena gjitë tabelat e kalas. E kështë të bërë rrethojen. E kena bërë rrethojen mos më rëzuë, që kena thurë kënjena mos më në i thmi vjen vizit, mundet me ra poshtë. Po. Po e kena rrethuar rreth me. E kena po do shkallë, do mure mbrojtësi. Ko paskohë vizitohet, mirë po rruga është shumë e dëmtume, e paragullume, se me siguri tu mund me bo investime dikush, edhe me pas një vend kështu interesant për zhvillimin e turizmit, apo në një investimi tjetër. Këtu ka nevojë që të rrugë me rregullue, mi pastru pak këtë që mu më thonë bre, hajde bre, mu ma unë e njëri, veç mi largu këtë këto pjesë këto i prejën e vetë, me shari, marri, e papastroj, veç mu duk ambienti i mirë, i pastër. Gazmend Aslani, drejtori i kulturës në komunën e Mitrovicës, thotë se këtë vit nuk ka buxhet dedikuar për atë zonë, por ai thotë se menjëherë do të angazhohet që të ndërmarrë aksione pastrimi apo ndërhyrje që kërkojnë më pak investim. Do të marrë një iniciativë për pastrimin e asaj zonë. E pastaj për rrugën, për rregullimin e rrugës duhet me diskutu dhe me planifiku ma shumë për shkak se është më i madh për atë pjesë. A shifni me interes kalan e gjytetit ose gjytetit me shëndru në një zonë turistike ku mund të vizitoj pak ma shumë si një zhvillim i turizmit kulturor në komunën tuaj? Po normal që është shumë me interes edhe për komunën edhe për atë zonë, për shkak se shëndrohet në një zonë turistike dhe është me interes për komunën. Na do të marrim edhe iniciativa për shënzimin për ku në vendohet ajo zonë edhe vazhdimisht do të marrim iniciativa të mira për zhvillimin e asaj pjese. Sot, gjyteti Rashanit nuk ruan më minjera të Trepçës, nuk sinjalizon më rrezikun dhe nuk pret më ushtar, por ende qëndron. Qëndron si dëshmi e një kohe kur kjo tokë dinte të mbronte pasuritë e saj dhe ndoshta më shumë se kaq, dinte t'i vlerësonte ato. Sot, sfida nuk është më mbrojtja nga pushtuesit, por mbrojtja nga harresa, sepse nëse këto mure bien, nuk do të humbasim vetëm kur, do të humbasim kujtesën dhe bashkë me të një pjesë të asaj që jemi. Pra, gjyteti Rashanit nuk është vetëm një kala, është një kujtesë që rrezikon të shuhet, me zgurëve të rrëzuar dhe historisë që ende nuk është treguar plotësisht, ai pret të dëgjohet, pret të kuptohet dhe mbi të gjitha, pret të mos harrohet.